Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë një komentim apo një analizë të Meriton Mjekiçit. Meriton Mjekiçi, ekskluzivisht i ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ka folur ditën e djeshme për jetën e tij. Ka folur për puthjen me Eriola Doçin, ka folur për situatat të cilat Meritoni t'i erdhën pak si të shpeshta në vitin 2025, por kur u pyet për Ilnisa Agollin e injoroi krejtësisht atë gjë, por gjithashtu ka folur edhe për ish bashkëshorten e tij. Meriton Mjekiçi është shprehur se aktualisht është single, ndërsa i pyetur nëse mban kontakte me gazetaren me të cilën nisi romancën në Big Brother VIP, refuzoi të fliste duke lënë të nënkuptohet se s'kan ruajtur më njëri tjetrin as një lloj marrëdhënie shoqërore. Jam rehat dhe jam single, nuk jam në një lidhje, tha moderatori, ndërsa pyetjes me Ilnisën a mban kontakte ju përgjigj është diçka e kaluar. Në fakt nuk është hera parë që Meritoni e injoron Ilnisa Agollin, kështu ka bërë edhe nëpër intervistat e tjera që kanë qenë intervista spontane, që do të thënë për Ilnisën nuk ka preferuar që të flet. Ish-banori Big Brother VIP foli për marrëdhënien me maman e djalit të tij, i cili është me spektrin e autizmit, duke u shprehur se ajo nuk e lejon të shohë birin. Gjithashtu theksoi se Egesta ka ndryshuar numrin e telefonit, duke shtuar se po shfrytëzon gjendjen e djalit të tyre për ta lënduar. Meriton Mjekiçi thotë kështu: djali po rritet çdo ditë. Problemet e mia me nënën e tij vazhdojnë, për momentin ka humbur çdo kontakt. Nuk kam asnjë numër të saj apo ndonjë vend ku mund ta telefonoj për të ditur si e kam djalin. Ai tashmë ka mbushur 7 vjeç, më mungon dhe deri në fund do të kërkon të drejtën për ta parë dhe për të qenë afër tij, duke llogaritur edhe situatën se ku është. Gjyqet vazhdojnë, nuk është normale të mos shoh djalin 2 vite e gjysmë. Më ka lodhur fakti që është duke ma mbajtur djalin larg. Do të thënë Meritoni akoma tregon të njëjtën histori që tregonte në Big Brother, që Egesta, gruaja e tij, nuk e lejon në asnjë mënyrë që takoj të birin. Edhe nëse do isha partneri më i keq për të, fakti që jemi ndarë do të thotë që nuk kemi shkuar mirë bashk. Ti ke zgjedhur rrugën tënde, unë timen, por të drejtën për djalin nuk mund të ma mohosh. Nëse e sheh intervistën, duhet të kuptoj që e ka tepruar mjaftueshëm. Ajo po shfrytëzon situatën që kemi, forma e tij për të komunikuar është shumë më e vështirë se sa fëmijët e tjerë. Duke shfrytzuar këtë situatë, luan bukur, thot Meritoni, duke më lënduar mua, sepse aty gjen forcën, por ka një limit. Unë nuk i kam lënë diferencat, dua ta zgjedh çdo formë për ta parë djalin tim. Do të thënë Meritoni thotë që unë do veproj, do të thënë kam duruar, por tani do veproj. Se kam takuar djalin e kam ndruar numrin, jam falenderues për çdo gjë, është nënë e shkëlqyer, por në raportin Loar Meriton ka ardhur më në limitin e fundit. Por vetëm pak javë pas daljes nga Big Brotheri, dyshja zgjodhën të ndanin rrugët mes tyre duke i dhënë fund marrëdhënies, ndërsa ish çifti vendosën të mos komentonin më fare. Por vetëm i ftuar në Goca dhe Gra, Meriton Mjekiçi u pyet në lidhur me romancën e tij me Ilnisën, por ky i fundit e injoroi duke vendosur të mos përgjigjej. Pas reagimit moderatorit, për herë të parë gazetarja vendosi të fliste për ndarjen, duke u shprehur se marrëdhënia ka përfunduar një vit më parë. Megjithatë u shpreh se nuk është penduar për romancën me Meritonin. Ilnisa thot kështu: është një raport që ka përfunduar para një viti, rrotullohet brenda një vorbulle, brenda një gote uji, nuk bëhem pjesë e kësaj, thot. Historia ka përfunduar dhe s'ka nevojë për koment. Dashuria zgjat ose për gjithmonë ose në fundjavë. Kjo e imja nuk kapi as të shtunën, kështu që të dielën bëra plane të tjera. Nuk shquem njeri që pendohem, u shpreh gazetarja Ilnisa Agolli. Do me thënë Ilnisa tashmë ka folur publikisht që marrëdhënia me Meritonin ka përfunduar, gjithashtu edhe Meritoni e injoron Ilnisën në për të gjitha format, por peng në zemër e ka të rikthen djalin e tij. Unë shpresoj që Egesta të kuptoj që Meritoni është baba, ka nevojë të takoj të birin dhe sido që të jetë situata, ajo që nuk mundemi asnjëherë ta ndryshojmë është prindi tek fëmia. Prindi mbetet gjithmonë po ai prind.